mundësi emisionin Gjurmët, dhe një nga personazhet e mia më simpatik, më qytetar dhe më njerëz që të stimulon, të frymëzon me shembullin e tij është zoti Refki Hoxha, për të cilin unë kam dhënë sot certifikat mirënjohje. Certifikata është e dyta që shpërndaj deri tani në Kosovë. Një certifikat e kam dhënë Deçan dhe kjo është e dyta në Prizren. Certifikatën e tretë do ta çoj në Viti. Motivacioni për këtë certifikat mirënjohje që jap ju zoti Refki Hoxha është keni marrë pjesë në emisionin Gjurmët dhe keni treguar qytetari, transparencë për televizionistit e emisionit Gjurmët duke u bërë frymëzim për shqiptarinë. Ju faleminderit shumë për këtë mirënjohje. Jeni shumë i respektuar. Faleminderit. Po, edhe juve faleminderit dhe unë ndihem shumë i plotësuar që sot ndodhem në zyrat e Reni Eduard Tahiri. Bashkë me ju. Është nder i veçantë për dhënien e kësaj mirënjohje nga ana juaj të televizionit tuaj dhe emisionit Gjurmët. Po. Ju faleminderit shumë. Shpresoj që do të shihim edhe herave të tjera. Patjetër, dhe unë ndihem krenar që ndodhem në Prizren. Prizreni është qytet shumë i vjetër dhe është kryeqyteti i Shqiptarisë. Faleminderit. Faleminderit. Ta gëzosh. Faleminderit. Ta gëzoj.